A ke bërë ndonjëherë diçka për famë që sot do ta kishe turp ta pranoje, por e ke bërë? Po, Vite më përpara. po, kemi bë. Kemi bë i budallik. Sa ka qenë? Budallik, s'është budallika po. Kur knova kongën me Anxhelin atëherë që bëm duetin të dy bashk. Njerëzit na bën çift, edhe ne thjesht e zgjatemi çika atë historinë, jemi apo si jemi çift që të ecë konga. Po në fakt kemi qenë në herë çift, e kupton? Edhe kam thënë këtë që në televizion, po e kam bë këtu. Tash a është për famë kjo nuk e di, po thjesht hym ca në gojë portaleve ca kohë, mua s'm pëlqen fare ajo gjëja dhe mezi prita të dilja nga ajo gjëja. Ta do profesionit ca gjëra, po a je penduar ndonjëherë për një lidhje në jetën tënde? Jo. Jo. A ke refuzuar një ofertë që sot do doja ta kishte pranuar? Po. Po, Shiko, ofertë. Jo se jam penduar, po duhet isha sot, për mënyrën se si i mendoj gjërat. Më përpara më kam bërë ofertë në televizion që ishte shumë e rëndësishme, që unë kërkova lek, budallik i madh. Në fakt në të gjitha format unë duhet të kisha marrë eksperiencën, po ishte herët atëherë. Pra nuk duhet unë kërkova lek, ku diun se ç'më tha Meni atëherë. Po ke eksperiencë në televizion. Po atëherë ishte herët atëherë, pra nuk ishte kjo eksperiencë që unë kam sot, e kupton?